Në 10 prill, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të nisë shpërndarjen e fletëve të votimit në banesat e regjistruara prej emigrantëve. Posta që do të marrë përsipër procesin do të veprojë në 85 shtete. Në mbledhje, kryekomisioneri Ilirian Celibashi bëri me dije edhe sasinë e fletëve që do të prodhohen. Do duhet të jetë barabartë me numrin e zgjedhësve duke i shtuar 2%. Nga përpunimi i të dhënave në përfundim të procesit të regjistrimit dhe listës së zgjedhësve nga jashtë vendit të gjeneruar nga regjistri kombëtar i gjendjes civile, rezulton se numri i zgjedhësve të regjistruar në këtë listë është 245.808 shtetas. Ditën që do të mbërrinë në Shqipëri, fletët do të ndahen sipas qarqeve dhe do të numërohen në Parkun Olimpik në Tiranë. Ambienti kënaq nga çdo pikpamje, interesat e të gjithë grupeve. Dhe më së shumti ndihmon edhe Komisioni Qendror të Zgjedhjeve për ta organizuar ashtu sikurse do duhet këtë proces. 12 ditë pas dorëzimit të kandidatëve për zgjedhje janë zbuluar disa emra të dyshuar me probleme me drejtësinë e që u përkasin 8 subjekteve zgjedhore. Deklarimet që kanë bërë ata janë shkak ligjor për ne për të vjuar me këtë procedurë. KQZ ka vendosur dhe përbërjen e grupeve të numërimit, ku 2 i ka Partia Demokratike, 1 Partia Socialiste dhe 1 PSD, ndërsa antari i 7 do të ndahet me short me Selisë Rozë dhe Asaj Blu.